ka një fenomen të ri që lulëzon brenda territorit shqiptar. Eskortat, të cilat herë na vinë nga jashtë, pra na vinë nga vende si Kolumbia, nga vende si Ekuadori, nga vende të tjera të Bashkimit Evropian, nga vende të tjera të Ballkanit, dhe hapin faqe online, tashmë të njohura edhe nga sektori i dedikuar në policinë e shtetit, që është sektori i trafiqeve, dhe ofrojnë aty shërbime jo vetëm seksuale, por edhe shërbime shoqërimi. Prandaj jemi në një term të ri, pra në termin escort. Nuk kemi të bëjmë më, sepse quhej prostitucion, pasi kishte një vend të dedikuar për këto vajza, Mario, ku shkonin klientët tek ata. Ndërkohë sot nuk flasim më për një fenomen që shkojnë vetëm klientët tek ata, por flasim për një fenomen që ndodh brenda territorit shqiptar, ku vajzat shkojnë tek klientët, ndryshojnë përpasoj edhe çmimet dhe ndryshon edhe mënyra se si këto e ofrojnë këtë shërbim. Pra, nuk të ofrojnë vetëm shërbimin seksual, të ofrojnë edhe shërbimin e shoqërimit, dhe gjitha këto bëjnë një lloj pakete me çmime të përcaktuara që variojnë. Nuk e di nëse do doje të ndaleshin të çmimet apo jo.